në edicionin 2018-19. Fillon dueli në klin, të shojmë se Mërgim Pevqeli, shumë mirë pasimi mbrapa te Gjemajli dhe Berisha. Pozicioni më duket se ishte i pa rregullt, 1-0. Megjithatë është i rregullt dhe Duga Gjini avanson. Dyshja Erdal Zasela dhe fiton Jakupi. Pevqeli, harkimi me të parën, goditja me koka aty dhe mjaft situatë rrezikshme, vetëm 1-0. Pas këtij tentimi të Isenit, shumë pranë portës kalon topi. Dhe i largon topi Mërlaku, Djatani Miftari, goditja rrezikshme dhe super intervenim nga Dimali Sufi. Qarë goditje mirë ishte kjo. Megjithatë, Dimali Sufi intervenon në mënyrë spektakolare, shumë e ndjerë. Me të vërtet goditje shumë e mirë nga Miftari. Mërlaku. Goditja nga Mërlaku dhe 2-0. Mërlaku plason goditjen e cila në fund doli të jetë e pandalshme për portierin e Feronikelit. Arriti pak të prek topin, megjithatë kjo ishte e pamjaftueshme. 2-0. Pozicioni është i rregullt këtu. Hekuran Berisha, goditje nga pothuajse kënd i vdekur. Intervenimi shumë i mirë tani portierit Miftari përkundër faktit që ky ishte pozicioni pa rregullt. Edhe pse ishte mjaft ngusht, kur nuk do t'i diej. Dhe tani Musa për goditje këtu Musa dhe betet 2-0. Shumë intervenimi mirë nga 23 veçari Dimali Sufi. Pasimi mirë aty, ja tani mundësia këtu Zoga i goditja blokohet në momentin e fundit këtu nga Beseri Seni. Afër qëllimit është edhe Ballkani që po avancon 2-0. Një super gol pas ka qenë pasi që na u ndal për një çast fotografia nga Klina. Goditje e fuqishme nga Mërgim Pevqeli, e pandalshme për portierin. Në top thot Bejtullahu nuk pat faul dhe tani Mërlaku, super pasim nga Mërlaku. Mundësia për golin e 4. Dhe shtylla. Çfarë rasti në shohët këtu, është interesant, është e çuditshme. Nga njerë topin nuk don të futet atje ku e ka vendin në rjet. Gjithçka bëri mirë këtu. Dhe këtu e mbyll gjyqtari Mervan Bejtullahu ndeshjen duke parë edhe rezultatin e thellë 3-0.